Përshëndetje. Uluni, se që i kanë tre tamam. Zonja aty. Përshëndetje dhe punë të mbarë. Neve kemi ardhur sot për të bërë një transfer, një transakcion nga numri i llogarisë Fondacionit Firdeus për në numrin e llogarisë zonjës Omeri. Motivacioni, ju lutem, duhet përcaktohet larja e borxheve të kësaj familje për disa sprova dhe problematika që kanë pasur në të kaluar. Qofse është e mundur, sa më shpejt se edhe ne duam që lekët shkojnë në numrin e zonjës. Llogarinë në bankën tonë. Dhe mund të procedojmë direkt me kalimin e fondit nga llogaria e Fondacionit Firdeus në llogarinë e zonjës. Shumë faleminderit. Asnjë lutem. Duket se këtë e mban ju, këtë e kemi ne. Inshallah me mirësi e me bereqet, po ta jap kështu si simbol. Zoti urojt, Zoti u beko. Inshallah ti ka lecu disa gjëra nga sprovat e mëdha që ke. Shumë Zoti urojt. Inshallah ato engjëjt që ke të rriten me mirësi, me begati. Zoti urojt, Zoti. Gjithë dhe bashkë inshallah. Tani këtë e kryjm, kështu që ecim, kemi gjëra tjera për të kryer. Faleminderit shumë. Mirupafshim, gjithë të mirat. Faleminderit. Po ruajmë me fera, kam bëna qajnë, duar gjithashtu. Qa orë dhe mëngjes? Në 5:04 gjysë, që të gjenë gjesën, drejkës zdalin. Po pasaj, shkoni në shkollë? Po në shkollë. Po nuk lodhin ju? Lodhin po. Në sa lek harini me bo? Aj, sa gjenë. Afërsisht. Sa bëjnë mami?
Sa mund bëjnë muj? Sa është 1 kile kërmi që e shisni? 500, 400, e ka dhënë. Sa kile të bojnë, aq që marrin një herë 3 ditë për shembull. Sa bën 1 kile? Vjen me ka 500 lekë. 500 lekë qatë vjetë? 3 cent, bon 3 cent 1 kile. Po pra. 500 lekë të vjetre? Po më. Po, 3 cent. Aq është. Jo 5.000 lekë, Jo, 500 lekë, çfarë? Ti 5000. as gjysë euro. Po pra, se unë nuk e di dollët me euro, po E aq. sa Trecent. po ju merr ajo 1 kile me mbledh? Po dalim nga Marbez, du të ta mbrim dhe shkollën, të shkojmë në shkollë, se në 8 gjysë kemi shkollë. Mi fjalë, qoheni në 5 mëngjesit, Po, deri sa një 2 orë do orë. punoj se vjen dhe larg rruga dhe du të ta mbrim sa më shpejt në shkollë. Për 500 lekë të Do vjetë. më thonë këto duhet bëjnë 70 kile kërmi për të blejë një thes më mirë. E diti unë kam gocën time, 2 vjetë më të vogël se sa ty. Edhe për zotin më është dritë shpirti kur të kam pasë. Imagjino Asja. Imagjino Asja dalim gjes për të mbledh kërmi. Mami, mos u ashtu tani, mos u lëndo. Qa pa dhe? Maj, qa ke? Blokohet këto. Mi, mos ashtu. Mirje? Ne tash jemi sot tu për të ndihmuar, se edhe unë nuk du të dramatizoj. Kemi lajm të mirë sot. Mami, Kristina edhe Elisabetës do të japim një lajm të mirë. Ajo çik mami. Juve nuk ju ka hije, edhe nuk është as për moshën tuaj, nuk është as dinjitoze për fëmijët shqiptarë, që të zjojni aq herët edhe të shkoni edhe të bëni mbledhjen e kërmive kur ju pastaj do shkoni në shkollë, edhe për moshën delikate që ju keni. Kështu që mami Silvia, çdo muaj do keni një pension 500.000 lekë. Zoti është për bleft. Që për ato që janë të diasporës ose për ato që i llogarisin me euro, janë afërsisht 400 e pak euro. E rëndësishme është që me 500.000 lekë në muaj, besoj që është shumë më shumë se ajo që mbledhin fëmijët dhe është shumë lehtësuese aktualisht për familjen tuaj. Kështu që kemi filluar me kambar, borxhin e lam, pensionin mujor 500.000 lekë do ta keni të garantuar me Zotin para. Ne do të na keni gjithmonë për kraje. Shikoj këta, o Zot. Ne do të na keni gjithmonë për kraje. Shqiptarët do t'i keni gjithmonë me vete Silvi. Nuk që kanë vetëm. Sprova madhe që keni kalu, inshallah ju lehtësohet. Ju goca, edhe ti, Klajdo, mos u mërzisni, se jeta ka vështirësitë e veta, por ka edhe ditët e bukura. Nuk shkon më në këtë kohë 2020 që jemi gjithë bashkë, që ju të shkoni, të lagni këmbët edhe pastaj ashtu me këmbët e lagura të shkoni në shkollë. Që sot e tutje nuk keni nevojë më të dilni, sepse do ta keni pensionin për 500.000 lekësh. Rini qetë edhe jetoni botën e bukur fëmijëve, siç ju ka hije. Tani nuk do qajmë më. Ne kemi ardhur që mos qajmë më. Ne kemi ardhur që të qeshim tani. Kristin, të lutem. Hajde. Si e ke pasur më të dini? Isha shpisin gjithë tjerën. Se nuk e keni pas ashtu, a? Selvi, na prit tani për shpintate se ne hera parë që vim, jemi musafir. Hajde, hajde, ta shohim. Mos kemi ngatruar shtëpi thu ti? Po, jo, nuk është e ime, jo. Hajde.
Shpirtat e mamit. Jo atë jam anit I babit në kontë. Shpirt e zemë. E quam Gorira Hapani. Më prins, kur është? Në era parë që vim ke shtëpia jote, ne na duket bukur. Nuk e di si ka qenë përpara. Jo, nuk është e mia. Nuk është e jotja. Ja. Dalim shohim ku është. A është shtëpia jote apo? Nuk e besoj akoma. Tani edhe të vdes jam shumë e çliruar, e çuam anit. Ne dum që tani të jetosh sa më shumë, jo, mos e përmend atë fjalë. E përmend se pata amanet shumë të madh. Që? Se kur ishte im shoq në Greqi, vajti për kështu 3 mujoshe. Punoj goxha, afërsisht thoshte, e plotësova borxhin, tani e thoshte, "De thy pasaportin. Do punoj që të godisim shtëpitë. Se tani janë fëmijët e vegël, tani e marrin veten, tha, pastaj nuk e marrin dot." Hallish, Zoti I bën më përpara punët se neve. S'ka diskutim. S'ka diskutim. Është krye amaneti I bashortit. Po, plotësisht, tani rri I qetë dhe aja atje. Inshallah. Zoti në xhenet inshallah. Amin, asat, amin. O Selvi, çdo gjë do shkoj për mirë, që ato borxhet I hoqëm qafe, këtu e ke pensionin 500.000 lekë do ta keni çdo muaj. Shumë Është faleminderit. kontributi shqiptarëve dhe mobilimi I shtëpisë ishte amaneti dhe detyra jonë. Po të shohi çik që me shnet nuk kemi mirë. Çka ke? Thash, bllokohem shumë keq të as vetë nuk e kuptoj. As vetë shumë aq keq, sidomos kur mërzitem, stresi madh edhe atëherë më kap më keq, atëherë bllokohem fare. Kur mërzitesh edhe kur je e lëndume. E po. Selvi, nëse ke mundësi, edhe nesër të vish në Tiranë, edhe të shkojmë ke Spitali Kontinental. Spitali Kontinental ne kemi blej si Fondacioni Firdeus, edhe normal është spital që është me pagesë, po për rastet e veçanta, për rastet e emisionit, për rastet që janë specifike, ti do vish e do t'i bësh gjithë analizat pa lekë, që të shohim kam hallin të shoh se çfarë të shqetëson. Se ndoshta është diçka që e kurojmë, e konstatojmë edhe me lejen e Zotit arrihet që të bëhet diçka e mirë. Se me thënë drejtën, të 3 fëmijët ti të kanë dhënë nënë dhe babtën. Po. Dhe ti nuk do të jesh e smur, më kupton? Po. Ti do të jesh optimale që fëmijët që ty të marrin energji dhe jo të kenë problem. Që të shohin kemi dhe mamin smundeni. Kështu që në gjë të vogël që mund të kesh, hajde nesër, shkojmë I bëjmë vizita të gjitha. Edhe të lutem, është detyrë e jonë. Edhe inshallah besoj edhe me pas një gjë të vogël do ta rregullojmë, edhe si I thënë do ta çojmë punën e plot deri në fund.
Tak zonis. Tak zoni. Ku e ke ti bukuros krevatin? Ku që si joti? Këtu? Hajde s'virtuni. Bukuros. Po mos qaj më duhet knaqe si tani. Bukuros. O shpirtin tak zash. Tak zonis. Më të bukurosh në mos qaj, më lutem. Të kam se mami të më shpirti. Tani do qaj më. Ta gëzosh se duhet jetosh e lumtur me fëmijët. Faleminderit. Nuk e kam dhejtur me të. Asa shqiptar për shqiptar. Faleminderit. Si dhe si dritë për lera, i falenderoj shumë, sidomos edhe gjë shqiptarë që kanë kontribuar dhe s'kam si po ta ty. Ne u kënaqëm duke i përqafu sot. Të gjithë shqiptarët i falenderoj shumë, se nuk e imagjinoja të kisha këtë shtëpi tani. Ju përqafoj shumë tërë jetën me mërsëti, babi Andejna Tiranën me këtu. Nuk e imagjinoja. Sot i e gëzuar, Elisabeta, i ke lotët e gëzimit apo jo? Shumë. Jo lotë hidrimit. Tani ka i diçka, Selvi, që neve deri para pak kohësh nuk kemi njohur me njëri tjetrin. Edhe fëmijët ne nuk i kemi njohur. Dhe erdhëm bashkë me Fatmën dhe u bashkuam me ato shqiptarë që kanë qenë në këtë rast bashkë me ne dhe u munduam që të gjendemi afër familjes tuaj. Por para kësaj ne nuk jemi njohur. Misioni i jon për t'ju gjenë dikujt që është shqiptari jon, por që nuk e njohim, është një amanet që ne e mbartim vetë, nuk na e ka detyruar njëri. Është thjesht dëshirë që ne e bëjmë. Por gjej rastin t'i drejtohem gjithë shqiptarëve dhe shqiptareve. Vëllezër, motra nderuara, kjo që ne bëjmë është një mision që ne e kemi mbartë vetë mbi shpatullat tona, mbi jetën tonë, dhe është diçka e cila bëhet me dëshirë. Unë e kuptoj, jam i vetëdijshëm që atë nuk e bëjmë të gjithë, për shumë arsye. Por do t'ju lutesh as shumë, qofse ne erdhëm sot ke Silvia edhe ke fëmijët e saj që kanë kaluar shumë vështirësi dhe u munduam të nxjerrim sot një pikë lot gëzimi nga sytë e tyre ku lotët e jetërimit kanë qenë pafundme. Do t'ju kërkoja vëllazërisht, si shqiptari juaj, si vëllai juaj, që mos i harroni të paktën. Nuk po themi të bëhet gjithë kjo të kthehet në mision, po ju lutem shumë, mos i harroni ato njerëz që i keni të varfër në fisin tuaj. Mos i harroni ato njerëz që i keni të varfër komshiun tuaj. Mos i harroni ato të varfër që i keni në lagjen tuaj. Misioni shqiptarët për shqiptarët nuk pretendon që do të shuajë varfrinë në shqiptari, por pretendon që do të krijojë një model solidariteti në shqiptari. Po u krijua ajo në çdo familje, nëse çdo kush në fisin e vet do ta shuajë varfrinë, nëse çdo kush te komshinët e tij do ta shuajë varfrinë, ky është modeli që duam të përcjellim tek misioni shqiptarët për shqiptarët. Zoti ju shpërbleft
e t'i gëzoni gjithë të mira Selvi. Faleminderit. Ju uroj shqiptarët për shqiptarët. Faleminderit. Tani do të na jepni leje se ne duhet të vazhdojmë. Jemi larg për deri në Tiranë, por siç keni gëzuar ju, kemi gëzuar edhe ne shumë. Shumë faleminderit. Do na jepni leje. Patjetër. Faleminderit. Dhe Selvi të pres në Tiranë, në Spitalin Kontinental që të bëjmë gjithë analizat. Kur të krijohet ty mundësia që të jesh optimale. Hajde mirupafshim. Mirupafshim. Zoti ju ruaj. Edhe juve faleminderit. Jo, nuk e pristi asnjëherë. Asnjëherë këtë gjë. E hoqa barrën në borxhit. Shumë e lumtur jam, edhe shtëpia nuk më gjajti se ishte imja fare, sikur kisha hyrë në shtëpi tjetër, edhe as nuk më mushet mendja, jam prap në ëndra, nuk e besoj. Nuk e di, jam në ëndër, nuk e di se sa do zjas kjo ëndra kështu, nuk e di. Akoma nuk e di. Kam marrë kështu, sikur të pres në një që të mbjerë një kafe se jam shtëpi tjetrit. Jo se jam shtëpi time. Falenderoj shqiptarët nga do që janë. Kush ka kontribuar për familjen time, Zoti qof me ata. Zoti më shëroft dhe i bekoft. Nuk e prisja fare këtë surprizë. Falenderoj gjithë shqiptarët që ma çunë amanetin e babit deri në fund. Më ka ikë një gjysmë stresi, pavarësisht se nuk vendin e babait nuk e zë njëri, po gjysmë stresi që amaneti babi që tha doja bëjmë shtëpi ka ikur. Ma plotësuan këtë dëshirë shqiptar për shqiptar, ti falenderoj pa masë. Tashi nuk do dalë për kërmi, as me motrën, as me vllajin, do ngrihem në orën e caktuar që do shkoj për në shkollë, mami do rri më pranë, vetëm do mësoj, edhe do kujdesem për motrën, vllajin dhe mamin. Shumë e bukur. Jam shumë i lumtur që më bëhet këtë shtëpi. Nuk e pretendoja. Tani jam shumë e lumtur që më bëhet shtëpia. Nuk e imagjinoja të kisha këtë shtëpi. Përshëndes gjithë shqiptarët që më kanë ndihmuar dhe më futën në shtëpi të re. Unë tani nuk do dalë më për kërmilla, do rri me mami, vllajin, motrën. Do bëjmë detyrat dhe ikim në shkollë. Ju falenderoj të gjithëve që më keni ndihmuar.